shikoj, sa është momenti për përgatitur një brusket italiane, shumë krokante, shumë e lezetshme, me bukë franceze. Sot do të shkoj me bukën franceze, pse? Sepse është koha e Ramazanit, iftari dhe kemi mysafir në shtëpi, dhe bukët e vogla janë ma simpatike edhe me të parën, dyqysh futet në gojë. Do të bëjmë një brusket ta quaj pranverore, jemi në muajin e pranverës, dhe do të jetë një brusket shumë e lehtë, nuk do t'ju mundoj, sidomos ju që jeni me agjerim, do t'jetë një starter, një fillim i iftarit me kom djathë, po thoma, kam ju knaq loqka e shpirtit zemrës. Po edhe ju që sa po jeni zgju prej gjumit, s'po dini që kam e hangër, pse jo, e kemi një brusket shumë të shëndetshme, duke filluar prej vaj të ullirit, ekstra të virgjër, që i kemi moninin, më të mirin italian në vend, kemi salcën tigulli, salcën me peston genovese. Dim sa e fuqishme është kjo salcë, por nuk do të vendosim shumë, sepse do të na ndihmoj pastaj edhe domatja. Kemi tomatini, që i kam prej më herët. Në fund do ta dekorojmë me ponti më i miri balsamico aceto, tamam kështu e trashësh si mjalta, krejt në fund. Kemi ca qep të reja këtu dhe kemi 3 thelb hudër. Unë them pa humbur kohë që fillojmë ta prejmë bukën në fërtere, as vaj, as krip, as asgjë. Do t'i bëjmë direkt krokante që mos na merr kohë sepse kemi mundësi edhe në furrë, po pse jo, kur kemi mundësi në fërtere, edhe kurse e mbrymë. Atëherë, nuk do ta prejmë drejt bukën, do të shkojmë si ky dizajni kështu, do ta prejmë edhe ne që edhe copat na dalin më të bukura. Ja pra, kështu do ta prejmë bukën, në mënyrë të pjerë. Përfundum edhe me bukën, trohat. Kur kemi qenë fëmijë, gjyshi a thojke, mi hangër trohat. Po e hapim me njerë shporetin, po e lëshojmë në temperaturë jo shumë të lartë, do të shkojmë me mesatare, me njëherë do t'i vendosim bukët, kështu. Edhe këto ka dale derisa na bëhen krokante, kështu. Edhe na fillojmë ta përgatisim tomatën. Derisa na skuqet buka, dal nga dale, këtu kemi disa tomatina që i kam prej 2 herë. Do të vendosim në to qep të reja, kështu. Në to do të vendosim edhe 3 thelb hudër, që i kam prej më herët, kështu. Kemi 3 thelb hudër. Shkoj me krip të detit si gjithnjë, pak jo shumë, dhe pak piper të zi për shije, kështu. Patjetër që në të do të vendosim as shumë, as pak, po taman. Vaj ulliri, vaj më i mirë italian në vend monini, kështu. Pra ju thash një brusket shumë e thjeshtë, shumë e shishme, shumë italiane, ku në Kosovë. Ja, pra shikohet, kemi vajin, kemi langun nga domatina që e kanë lëshu, kripi berdzi, qep, treja, hudër. Ampicilin. Tani, po presim sa t'na skuqem bukët, do t'i lyjem tash me salcën më të mirë, tjetër italiane, kamera të lutem, pra salca më e mirë italiane në vendin ton Tigullio, Gran Pesto, pesto genovese, veç erë s'keni mundësi me i marë, hajde pak erë, erën, kur ta vleni, edhe kur ta bëni këtë brusket, presë ma bët tek, faleminderit shumë, po i presim bukët. Shporetin po e ndalim, sepse buka, veç është resh, po themi, e kemi crunchy, pra, krokante, dhe do t'i vendosim dorëzat, dhe të fillojmë që ato t'i bëjmë gati për mi hangër. Shumë thjesht, Të marim copat, fillimisht do t'i lyjem me salcën më të mirë,
Ja, pra super salsa, tigulli e genovese, o zot. O zot, çfarë arome, ja. Do t'i marrim brusketat tona, do t'i lyejm. Ja, pra, do t'i lyejm në këtë formë, se cilën. Shikues, për ndrysh është hera e parë që bëj brusketa me pesto. Bashkë jem kureshtare që shkan me dala. Okej. 1, 2, 3, 4, 5. Hajt. Kështë të thonë hajt edhe një, po hajt se i bojmë në mandej këtu. Atëhere, këtu kemi pra domatinat me vaj ulliri, krip, biber të si, qep të reja dhe 3 fel pudër, ja do të shkoj me dorë kështu, më smiri, hajde. Ti vendosim ja këtu kështu, në këtë formë. Me qenë se kemi kriju një super salcë, pra me vajin këtu edhe tomatet, unë them që edhe nga pak ja kështu të marim, ja kështu. Ja, pra. Ja, pra. Wow. Po duket fantastike, po kisha pas dëshirë me e provu. S'kam koment. Atëherë, afër meje, kemi djatë parmezan. Unë them që do të shkojmë edhe me nga një copë të djathit parmezan, ja kështu. E kjo copa që ra këtu shikus, kjo copa që ra këtu, kjo ka ra për mu. Ja. Ajda shuraj. Krejt për funda, që të na duken brusketat ende më të bukra, do të shkojmë me balsamikon, aceto me trash nga ponti, atë tundi, dhe do ta dekorojmë në këtë formë. Ja, pra shikues. Kjo është super brusketa, si nga dora e shefit. Ju më shinduar dhe ju bëft mirë kur ta hane, se mu po ma bën me sy që tu një, se sa s'na ka ardhur ryva, kështu që i kisha hangër një, po shoma, po më vjen pak i natë me prish këtë garniturën. Hajta marrëm një salveç të ta provojmë, hajde. Hajta provojmë qa kemi bo. A kamere na i njeri këtu që i pret musafirta ju, a njerja ka njës me hongër. E une për qka i rda? Marrë këtë që. Këto përdo kënë te për dëbukra, se për mu ka shumë rëndësi famja e jashtme, po me siguri du të më kanë edhe shumë të sheshme. Hadi shala, o zot. Që kjo zhurma që ta kryon brusketi, ta mon është, du me thanë, brusket. Edhe për koka sheshme. Jes, ajtë me provo me djatin parmezanin këtë bashkë, hadi. E do shuroj që të parmezan?